Le të flasim për temën e menaxhimit të financave në Life Group. Dhe gjëja e parë që duhet të kuptojmë është se financat janë diçka shpirtërore, nuk janë thjesht diçka materiale, siç ndonjëherë ne e shohim dallimin mes të shenjtës dhe të profanes, por Bibla mëson pikërisht këtë. Na mëson të mos paraqitemi kurrë para Zotit me duar bosh dhe duam gjithashtu t'ju japim disa këshilla, disa parime se si të kërkoni ofertat, si të veproni, si të menaxhoni këtë moment bujarisë. Pra, gjëja e parë është që në çdo life group do të ketë një përgjegjës për bujarin, i cili do të menaxhoj këtë moment. Gjëja e parë që duhet të bëj është të shpjegoj se çfarë po bëjmë, pra momenti i bujarisë, momenti i mbledhjes së ofertave është pse e bëjmë, cili është qëllimi ynë dhe si mund ta bëjmë. Pra, e kuptojmë pse e bëjmë këtë. E bëjmë sepse Bibla na e mëson dhe sepse Bibla na mëson që Zoti e pëlqen një dhurues të gëzuar. Prandaj nuk duhet të bëjmë presion njerëzve. Nuk është një garë se kush mbledh më shumë, apo sikur Zoti të kishte nevojë për ekonominë tonë. Ne duhet i mbajmë njerëzit të qetë dhe të bëjmë të kuptojnë se është një privilegj të mundesh të dhurosh. Pasi kemi shpjeguar këtë, pasi kemi shpjeguar parimet shpirtërore, pse i dhurojmë Zotit, pse jemi bujar, pse mbledhim ofertat në këtë moment bujarie, atëherë duhet të shpjegojmë edhe çfarë bëjmë. Pra, është një moment transparence të plot, do me thonë u shpjegohet njerëzve se ku do të shkojnë ato. Dhe ka momente të ndryshme gjatë vitit kishtar, për të bler diçka të caktuar, për të paguar gjëra të caktuara, për ngrohjen, për projekte të ndryshme. Do t'i komunikohen përgjegjësit të bujarisë momentet e ndryshme të vitit kur do të drejtohen këto mbledhje. Duke thënë këtë, siç kemi thënë, nuk duhet të ushtrojmë asnjë presion, njerëzit duhet të jenë të qetë që të japin me gëzim, pra duhet ta kuptojnë këtë, por duhet edhe ta vendosin vetë. Dhe pastaj duhet të lutemi për këtë, sepse Bibla na mëson që Zoti nuk i ka borxh askujt. Dhe pra, nëse Zoti nuk i ka borxh askujt dhe ne po i japim atij, sepse duke dhënë në life group, duke dhënë për kishën, ne po i japim Zotit dhe mbretërisë së tij. Dhe kështu ne po japim Zotit, Zoti nuk i ka borxh askujt dhe prandaj ne mund të lutemi në atë moment duke kërkuar bekimin e Zotit dhe që Zoti të shpërblej çdo dhuratë, qoftë e madhe, qoftë e vogël, çdo moment bujarie që ne përjetojmë brenda life groupit. Duke thënë këtë, si mund ta bëjnë? Pra, mënyra praktike e para, me para në dorë, duke i vendosur të gjitha në një ofertë brenda një zarfi dhe pastaj duke i çuar ofertat tona në kish aty ku do t'i udhëzohet. E dyta, mund ta bëjmë edhe në mënyrë online, pra me QR code të PayPal-it të kishës, kemi gjithashtu edhe IBAN-in e kishës ku mund të vendosim në qëllim, donacion i lirë, ofert life group. Një moment tjetër i bujarisë që do të përjetojmë në Life Group mund të jetë edhe për raste të veçanta, si për shembull një person në nevojë, dikush që nuk ka mundësi ekonomike për të shkuar në një tërheqje dhe nuk do të jetë vetë personi, sepse nuk duhet t'i vëmë njerëzit në siklet, por do të bëjmë që Life Leaderi të shohë nevojën dhe të flasë me liderin e bujarisë për të organizuar një mbledhje të veçantë për këtë, në mënyrë që askush që është pjesë e Life Group të mos jetë një person nevojë apo dikush që nuk mund të marrë pjesë në një event apo diçka që i mungon kishës. Dhe kështu ne kemi mënyra të ndryshme për të dhuruar dhe për t'i dhënë Zotit, duke bërë që life grupi ynë të jetë gjithashtu një life group që përjeton vërtet momente të bujarisë.